me që s'kam pas për ekipin kombëtar, me që jemi dhe tek kjo, folëm dhe me Julin, si e ke parë gjithë? Jo, gjykimet kanë qenë nga më të ndryshme. Ajo që është një lloj doze e tepruar në 2 kratë në gjykimin që është bërë. Shembull, mbas ndeshjes me Anglinë, pati një lumë kritika që mu duken pak tepruara. Mëse dhe ke kritiku vetë ti të Sport Expressi, kur ke qenë kërë redaktor, se ke da penën për kritike, tani nga pozicion tjetër... Po ndoshta. E ke pas të mpret shumë atje për kritike. Pretendoj për këtë, megjithëse për ekipin kombëtar kam qenë krejt ndryshe. Okej. Gjatë gjithë kohës, sepse ka qenë, si thua, e vetmja krenari që kemi patur. Në atë nivel që kemi patur, në atë cilësi që kemi patur. E kisha fjalën për gjykimin që bëhet, domethënë që karakterit. Po se s'kanë qenë lojtarët më në formë, më fatë mirë. Kur luam, Bajrami është rezervë të Rangers. Ta mbaroj vetëm kanë qenë. Atë që bë ta them edhe pastaj. Okej, thua. Atë që gjykova që ishte tepruar ishte fakti që pavarësisht se kë kishim përballë, ju turrën dhe thanë pse nuk guxoi, pse luajti në atë mënyrë. Kaq. Po, që ta bëjmë dhe në formë... Unë e konsiderova të tepruar. Mundet që ke pasur drejtë, ndoshta mund ke pas do një po ta drejtojtë ndryshe, mund ta mundim Anglinë u emri. Ka ndodhur kjo. Problemi madh ka qenë se lojtarët që kanë pasur më shumë minuta, ka luajtur ata që s'kan pas minuta në ekip kombëtar. Dhe këtu ka qenë problemi. Për shembull, Ramadani nuk ka luajtur te skuadrave. Ka një ndryshim thelbësor që unë juftoj ta shihni. Nuk është më koha se përmendë Sport Express, nuk është më koha Sport Express, e merrte Sport Express trajneri ekipit kombëtar me pa ka luajt Surqa apo Bneri në kampionat, ka bën gol apo jo. Shumë dakord. Sot, database i të dhënave është... E shikon dhe Silvinjo, po e shikoj dhe unë që nuk ka luajt ai. Dhe unë them pse e futu zotëri, kur ai nuk ka luajt kampionatin italian. Se gjykon me formën që ka në momentin që i vjen më. Po zotëri, ai nuk ka luajt në ekipin e tij, ai e futu formacion, ai nuk ka minuta atje. Pse s'futi lojtar tjetër, Andi? Edhe Skerdi për Ramadani ka aktivizuar 25 ndeshje këtë sezon Serie A. Si mund të thush që s'ka luajtur? Dakord, me Bajrami ka pas formën më të mirë. Po më ta mbarojmë deri në fund, sepse me pyetje përgjigjen duhet me radhë. Një lojtar që ka los 25 ndeshje Serie A, ti s'ke luksin si Shqipëri që ta lesh në stol, apo jo? Po jam ku e kishe Julian Sheun ti o zotëri. Po jam ku e ke dhe Julian Sheun. Shumë mirë pra po se a ke... E kishe Julin, super, pse themi shumë mirë, pse mos e fush me Anglinë? 25 ndeshje Serie A, unë mendoj që jo. Unë mendoj që për ju, për Sheun nuk isha dakord që ai ta nisi me dakord të luaj me Anglinë. Mund t'i jepej pak minuta, por direkt për thirrjen e parë luaj me Anglinë. Ka qenë vështirësi të jashtëzakonshme, por mendoj, jam shumë dakord me atë që e kemi sulmuar trajnerin mbas ndeshjes. Jo, nuk sulmojmë, ne sugjerojmë. Në aspektin e kritikave po flas, por sepse Anglia kishte edhe ajo mungesa, ne s'pretendonim që të fitojmë atje. Thjesht do të kishim çik më tepër guxim, sepse po ta shikojmë momentin që me cilësitë individuale që u fut Broja me 2-3 veprime, tranzicione pozitive, arritëm që t'i bënim një farë. Kjo ishte ajo që... Mund t'a mbashim do të mënyrë konstante për nga 10 minuta dhe lojë ofensive. Këtu është... Jo, atë se mbajmë dot, po them që t'ishim pak më lartë në aspekti, sidomos pjesa parë ishte ajo që... Sepse pjesa dytë besoj ishte diçka më... Domethënë mund t'ishim racionalisht më të rrezikshëm pak më lartë, sepse gabuam shumë pjesën e parë, sa arritëm do gabonim ke pasi i dytë, imagjino. Nuk arritëm do bënim 2-3 pasi. Dhe Broja, se këtu studio kemi qenë ke Suqa, është diskutuar që a do ishte disponueshëm për Anglinë apo jo, kështu që nuk e kishim formën më të mirë. Dhe trajneri ka qenë detyruar një lojtar me potencial tillë ta hedhë për pak minuta në fund. Mendoj, ai e ka parë edhe në aspektin duke pas parasysh që luan në Wembley, aktivizoj 3 mesfushor që ishin defensiv. Dhe edhe, sidomos, kjo është mendimi im personal që me Bajramin winger, besoj se aty ka qenë ajo që, sepse me Bajramin edhe minuta nuk ishte, por të luash në winger me Bajramin nuk e ke fituar, ke humbur 2 pozicione. Edhe Djeqin ke humbur dhe wingerin. As këtë se ke regulluar wingerin, edhe ai nuk performon. Plus që ka minus edhe minutat, dhe plus edhe kundërshtari është
nivelet jashtëzakonshme të larta dhe këtu pastaj ne nuk kemi luksin që të bëjmë të kemi kaq shumë gabime në ndërtim. Përsa i përket pozicioneve. Profesor Neri, ka qenë diskutimi i madh, do falë Skerdi. Se edhe Vasil Ruci që thonin, ne kemi Bajramin që futet te nga qendra, thoshte, dhe Asanin që futet këte nga qendra. Dhe sulmuesin këtu, mana ose broje. Dhe problemi i madh ishte, thoshte, me Anglin, ishte Vasil Ruci, këta e mjeshtrat futbollit specialistë. Ti nuk mund t'i futesh ati kundërshtarin qendër ku ata kanë forcën më të madhe. Ti me Anglin duhet lush në linjë. Ka qenë diskutimi, prandaj thash, me që s'ke qenë studio dhe të pyesja diçka. Këto do t'jap menu si Pse mos merresh menu? Po lutem tani, mos hyn në këto. Pse mos është më? Sepse po të tempet për të kundërshtuar një moment. Ajo futja e Asanit. Po, në skuadra që nuk e kanë vlerësuar si duhet, ka qenë më rezultative. Me golet të Majtas. Me golat që ka... Po pra me golat, po varet nga kundërshtari, çdo ndeshje ka historinë e saj. Po nëse do e shtonte Asani golin se u fut pikërisht nga qendra. Këtë varet nga kundërshtari. Po pikërisht. Është ndryshe ndeshjen me Moldavin, është ndryshe ndeshje me Anglin. Tani me Serbin për shembull, se erdhi ndeshja dhe i muaj, erdhi ndeshja me Serbin. Po. Atë unë po të bëj një kundërpyetje. Si luan Serbia? Si luan? Po. Mua mësoj. Po pse a do të diskutojmë me çfarë bëri kë? Këtë po them, kush duhet luaj? Kush duhet luaj? Ka filluar të e pa që sot gjithë ndeshjet e Serbisë ndërton një gjë, ndërton një strategji, ndërton një taktik, pret futbollistët i ndjek gjithë me grupin që ka, pret momentin, urojmë që t'jenë momentin e dur, t'jenë momentin e mirë, mos jenë të fishkur se vim në fund e sezonësh, ketë freski. Ne gjykojmë të rrim në shkallës aty dhe japim men. Me nuk japim, po drejtën për të diskutuar për ekipin kombëtar nuk e ka vetëm Silvinjo. Se Silvinjo vjen këtu i ikën me lekët marron punë. Mund të kishim bërë diçka më shumë me, më fal, ja një pyetje të thjeshtë. Mund të kishim bërë diçka më shumë me Anglin. Dhe ju jeni minutazh mbajtje topit që patëm në 20 me 80, që na dominuan totalisht. Pra mund të kishim bërë diçka më shumë në atë ndeshje. Thjesht. Shiko, do të shohim në tjetër aspekt. Tani, me thoshtu Serbia është deklaruar që lun 3-4-2-1. Nuk e them. Problemi të analizës që thatë ju. Ai për të ndërtu një ndeshje nuk është punë që ne shohim këtu edhe themi mrapa çfarë ndodhi. Aty është një si u bëni vetëm këtë punë një trajner. Unë jam dakord vetëm me pozicionin e Bajramit, profesor. Sepse kur një lojtar luan klubin e vet, edhe është lojtar tipik 10, fantazist, ta fusësh winger, përpos faktin që luan dhe me Anglin, me Walker që është një lojtar shumë i fortë, nuk mundet kërkosh që të bëj wingerin të... Jo, ta plus zotim Neri, çfarë mendimi keni për Muçin ju? Që futet gjithmonë në fund të ndeshjes, minutën 88, me që nuk gjykohet Silvinjo. Po mirë më të... Muçi futet çdo ndeshje 5 minuta, nuk meriton nga ai lojtar të ketë ai shansën e vet, se sa u bë Silvinjo, 2 vjet, sa, 3. Se kjo është punë edhe qëndrimesh dhe pozicionesh dhe idesh. Nëse ai nuk arrin dot të kuptoj që ky futbollist mund të luaj shumë më tepër minuta, ai nuk është për atë punë, nuk është trajner. 1 minutë, ta mbaroj logjikën? S'po flas. Ashtu. Që mund të gaboj në një moment, e pranoj. Po që të shihet në këtë farë deregjeje, nuk ka as kuptim, as moral, as një gjë. Sepse ta ka dhënë diplomën e kaj të kaqun europian. Po apo jo? Po. Kjo është pak. Kjo është pasaportë që ka trajneri. Por Nations League, si vajte pikjat, vend funit. Atëherë që ka trajneri një trajner i mirë, e merr një skuadër dhe gjithmonë e ka drejt ngritjes. Kemi trajner dobët. Jo, s'po them, nuk po them. Nuk po them. Unë gjykoj nga rezultatet. Nuk është çështje aftësie. Çështje preferencë.
Po për të korta. preferenca Po një nga- trajner gjithmonë e bën nga skuadrën akoma më të mirë. Nuk është çështje preferencë Andi, se tani kjo ndeshje ishte niveli. Po pse, preferon ai dhe nuk ka aktivizon se e preferon, çfarë logjike po ndjekim tani në Muçi në debat? ndeshje që kaloi, Po. nëse do Po futem. s'kjo më buri do të janë 15 ndeshje, 20 ndeshje, se po flasim për këtë asgjë ka punë. Skuadra mund të fiton edhe Është çështje 5-0. Muçi është lojtar 15 milionë euro, po tani flasim drejtë tjetër, Se i deri mi gjës. Atëherë Muçi është një lojtar që vlen 15 milionë euro, luan te Beşiktashi. Po. Ka një nga trajnerët Solskjaer për shembull, një nga idhujt e futbollit botror. Ky e merr dhe në një ndeshje për shembull, unë s'kam gjë unë, për mendimin tim Silvio ka bërë punë shumë mirë te kombëtarja jon. Madje shqyr që erdhi që ikëm në Europian dhe e reformoi ekipin deri në një pikë që në këtë fazë jemi, por nuk do me thënë që ne kritikojmë dhe është gabim. Pra Muçi ishte lojtar 15 milionë euro, pse nuk aktivizon me Andorrën në burr? Kur do aktivizosh si atë lojtar nëse se aktivizon tani që ai luan Se kishte rrezikshmëri të madhe Andorra. Çfarë di Po pra report? pse s'luan Muçi? Atë, Ne këtë po themi, me lojtar mund të citoj, të lexoj një sekond minutat e Muçit, 16, 18, 7, Në ekip kombëtar. po, 3, 9, vetëm një është 45 dhe një 51. Domethënë janë E me pika kuptoj tani, e minuta. kuptoj të Shive të çfarë Beşiktashi. Hape Beşiktashin, shik. E kuptoj çfarë ndodh. E ku të Beşiktashi, domethënë që janë gjithë lojtarë kombëtarë Jemi të apo tuaj. shansit. Kaq. 11 milionë euro e ka vlerë. Jo, 15. duhet luajt, se ti këtu e ke timën tënde që se flet Muçi tani. është një Një nga sekond. lojtarët më të mirë që ka kombëtarja, patjetër është Po. Dhe produkt krijimi i bio shqiptar. Tiranës. Ja i sekond, s'kerdi, Kleo s'kerdi po Është një flet. nga lojtarët e mi preferuar dhe për mua jam shumë dakord me pjesën që Muçi duhet luajë më shumë minutazh. Ha. Është pati 4 ndeshje shumë mira te Beşiktashi, më duket është dëmtuar, pati një dëmtim të vogël në ndeshjen e fundit. Dakord, dëmtimi do iki, do shkoj, po ne po flasim tërësi që nuk është aktivizuar Në ndeshjen e fare. radhës me Serbin, për mendimin tim Muçi duhet të jetë aty, duhet të jetë informacion. Në rregull, me Serbinë mendoj nuk që Suçi është do jetë. lojtar nga Bëjmë një 2021 analizë teknike. dhe Pa dhe teknike po bëjnë këta, s'po burë ne se janë, fjalën nuk për janë atë- këta tani, i Jo, sekond, ato po, e ja, i teknike, sekond, por po, trajneri, një sekond. si bëhet analiza? një analizë mekanike kisha. Domethënë, ky Andi, e shef nga ana... Mekanike pra e ka. Jo, në jo, 4 shef si vite menaxher, grumbullim rregull. kombëtar është aktivizuar 15 ndeshje. Që do të thotë jo vetëm në aspektin e minutave, po dhe ndeshjeve në total i ka shumë Okej. vogla. E, Meriton të Po, luajë më është shumë. pak i censuruar. Sipas te? Unë shpreha është për mendimin, gjithkush tu shpreh mendimin personal. Mendimi personal është që trajneri Silvino nuk e preferon, nuk e ka në atë preferencët e vet, nuk është primar. Se po ta preferonte, do e fuste me, sidomos me ndeshjen e fundit me Andorrën. Andorrën. Okej. Është vetmja ndeshje që mund... Mirë. Ka pas hapësirat. Mirë, me që se ngelim të kombëtare ka qishe Julia Sheu,